A përkthejmë kompjuteri mendimet tona, apo ne përkthejmë të tijat? Unë jam Flakë Rexhepi dhe sot do të flasim mbi një temë që qëndron në themel të çdo pajisje teknologjike që ne përdorim, sistemet numerike. Edhe pse tingëllojnë teknike, ato janë thjesht mënyra të ndryshme për me përfaqësu numra. Vetë ideja një sistemi numerik është e thjeshtë, është mënyra se si i shkruajmë numra duke përdorur një grup të caktuar simbolesh dhe një bazë të caktuar. Për shembull, sistemi që ne përdorim çdo ditë, ai decimal, ka për bazë numrin 10 dhe përdor shifrat nga 0 deri tek 9. Por kompjuteri nuk e njeh veçën. Ai përdor një sistem të thjeshtë, sistemin binar. Edhe pse në pamje duket i thjeshtë, binarja është gjuha e vërtetë e teknologjisë. Sistemi binar ka për bazë numrin 2 dhe përdor vetëm 2 shifra, 0 dhe 1. Çdo informacion, qoftë tekst, audio, foto apo dhe video, përkthehet në kombinime të pafundme të këtyre 2 shifrave. Arsyeja është fizike. Çarqet elektrike përfaqësojnë vetëm 2 gjendje, rrymë dhe mungesë të saj. Andaj 0 dhe 1 janë përfaqësimet më të natyrshme. Përveç binares, kemi edhe 2 sisteme të tjera të rëndësishme, oktalen dhe heksadecimalen. Sistemi oktal ka për bazë numrin 8 dhe përdor shifra nga 0 deri tek 7, ndërsa sistemi heksadecimal ka për bazë numrin 16 dhe përdor shifra nga 0 deri tek 9 dhe shkronjat A deri në F të alfabetit anglez. Mund duket e çuditshme pse përdorim më shumë se një sistem, po kjo ka një arsye praktike. Binarja është shumë e gjatë për t'u lexuar, sidomos kur kemi të bëjmë me numra më të mëdhenj. Andaj, oktalja dhe heksadecimalja përfaqësojnë atë në mënyrë më të shkurtër dhe më të lexueshme. Një shifër heksadecimale ka 4 shifra binare. Kjo e bën më të lehtë për programuesit dhe inxhinierët që të punojnë me kode, me adresa të memorjes dhe ngjyra në dizajnin grafik. Ku heksadecimalja përdoret çdo ditë, e sidomos për kodet e ngjyrave të formës #FF5733. Pra nga 0 dhe 1 lind çdo imazh, çdo tingull dhe çdo veprim që ne i shohim në ekran. Ne japim ide, kompjuteri përpunon dhe krijon veprime që e bëjnë teknologjinë të funksionojë çdo ditë.